Në marrëdhënien mes SBA-s dhe Kosovës janë pikën më të ulët ndajherë. A më na tregu pse po ndodh kjo? A është si pasojë e politikave të Kurtit që për shkak të votave po abuzon me faktin që Amerika është e nxanë me zhvillime tjera, edhe nuk po merret me Kosovën sa edhe siç duhet. Shkoni, unë mendoj që janë dy faktorë. Një faktor është strukturor që lidhet me si gjendjen e përgjithshme të marrëdhënieve ndërkombëtare sot dhe rolin e Amerikës në to. Dhe e dyta lidhet me profilin psikologjik të zotit Kurti dhe ideologjik, do të thotë. Modeli ideologjik dhe profili psikologjik. E para, sa i përket strukturës së marrëdhënieve ndërkombëtare sot, marrëdhëniet ndërkombëtare sot janë ka disa vite janë në procesin e ridefinimit. Kjo don dekada, kjo është proces i gjatë, por që modeli i rendit që bazohet në rregulla që ka sunduar prej mas luftës dytë botërore, që është mirë mbajtur nga perëndimi, e ka humbur kogja shumë legitimitetin pjesë caktore të botës dhe Amerika do thotë po provon ta gjej rolin e ta menaxhojë rendin, sepse shihet qartë administrata Trump nuk e ka atë hall, por ka hallin me gjetë rolin i ri të SBA-ve, ma shumë baza bilaterale dhe transakcionale, që është legjitime. Në këtë kuptim, angazhimi amerikan është shumë më i madh në Indo-Pacifik dhe në lindjen e mesme, deri në lindjen e mesme, unë do të thoya kam parasysh atë që quhet lindja mesme e madhe, që përfshihet edhe rajoni Pakistanit të vendit. Por se sa me pjesën e Evropës, duke besuar me plot drejt që Evropa ka një barë edhe duhet ta merr atë barë më të madhe, shumë më të madhe mbi vetë, siç e ka pas më herët në kohën e luftës së të më herë pasoj deri para pak vite. Dhe kjo është legjitime, me qenë se unë jam i bindur që organizimi i Evropës për ashtim të rrezikut nuklear ose kërcënimit nuklear në pjesën konvencionale Evropa, riorganizimi i Evropës që është duke ndodhur, është i mjaftueshëm për të përballuar Rusinë, me qenë se Rusia është e qartë që projektimi i forcës së Rusisë nuk mund të jetë, do thotë ajo se fundi mram qizmet në tokë, vjen shpreha Rusia, do thotë nuk e ka atë vitalitet dhe e ka humbur Rusia, do thotë vetëm me këso mënyra, siç po shohim në Ukrainë dhe hibride, mundohet do thotë ta mbaj perëndimin të zënë dhe gabimi themelor i politikës Trump ndaj Putin ka qenë dhe është që beson, unë mendoj që është gabim, të besoj që Rusia do të kënaqet me 20% ose me territorin e Donbasit, siç ke plot analistë, është tërësisht gabim, me qenë se është e sigurt që po t'ju kishte dalë turri Rusisë në Gjorgji, masane ka qenë rastin Siri, që nuk e bëri Obama, e para ishte Bushi, masaj se boni as Obama, këte, nuk do të kishte ndodhur as Krimea e as Ukraina sot. Çdo lëshim pa i Rusisë në aspektin territorial, ajo që shihni tash kërcënon vendet e NATO-s dhe do thotë besoj që kjo është e qartë që do thotë Putini duhet me një forcë tjetër të përballohet për të ulë në tryezën një racional në tryezën e bisedimit. Kjo është një e dyta sa përket profilit psikologjik dhe ideologjik, do thotë Albin Kurtin unë e kam përcjell një kohë, kam pas edhe muhabet tafët, do të thoya edhe disa vite, dhe kam lexuar, kam përcjell dhe zoti Kurti është anti-imperialist i ekstremit të majt, me kuptim mbi gjitha anti-amerikanizmin dhe ka bindje, do thotë ai, dhe një rreth i caktuar që i njerëzve, do thotë në literatura që lexojnë, diskursin që ka zhvilluar dhe që e zhvillojnë, është, do thotë, se anti-imperializmi ka lloj-lloj rrymash ideologjike që quhet ajo fryma Seattle, të bimit Seattle, por ky i takon rrymës së ekstremit të majt, do thotë që ajo nuk ndryshon, do thotë sepse ajo është bindje dhe ai këte vazhdon ta mshef dhe e kam shef prej kohës që vjen pushtet, duke ditë sentimentin e përgjithshëm të popullit
të Kosovës, me qëllim që me rujt votën. Politikisht kjo, do të thotë, kjo është jashtëzakonisht, do të thotë, legjitime dhe deri ku të shkon vazhdon dhe në një moment, do të thotë, e kupton që megjithatë edhe ideologjia ka kufit e vetë. Prof, e përmend punën e votës, po cili është dallimi mes Rrugovës dhe LDK-s, me Albin Kurtin e vetëvendosjes, për shkak se kihet parasysh fakti që LDK-ja ka rënë në 13% zgjedhjet e vitit 2021, edhe në ato zgjedhje vetëvendosja e Albin Kurtit shkojnë 50%, pra dihet se ka i ka marrë ato vota, ndërkohë që PDK-ja ra pak, po megjithatë ruajti bazën e vet. Pra, ku është dallimi mes këtyre? Pse LDK-ja viteve prej 89-s deri në pavarësitë të Kosovës në farë forme filloi me votu Albin Kurtin? A ka dallim këto dy figura dhe këto dy ideologji? Shikoj, dallimi është si nata me ditë, do thotë diametralisht i kundërt. Rrugova me përjashtim të qasjes së tij ndaj luftës, që unë mendoj ka qenë e gabuar dhe ajo në rivlerësimin historik të tij, sigurisht i vlerësohet si qasje e gabuar dhe ajo ka shpjegim, një pjesë të fajt e Bartin edhe Alaton, jo ai vetë, do të thotë, por pjesën dërmuese e Bart ai vetë në dies poshtë. Në pjesën tjetër, politika e Rrugovës ka qenë perfekte. Do të thotë, unë kam pas fatin me qenë 89 në moshën 3, një për i themeluesve të Lidhjes Demokratike, atëherë ishte lëvizja, ja. Ai lëvizje ka qenë elitike, ka qenë lëvizje masive elitike. Do të thotë, e kanë udhëheq bitë dhe bijat, burrat dhe gratë të asoj kohe ma të dishëm, ma të shkolluar, ma legjitim, edhe politikisht ma legjitim, që ka pas Kosova. Do të thotë, një pjesë bukur e madhe e tyre, pastaj edhe i kanë pri luftës dhe kanë qenë të integruar në luftë, një pjesë bukur e madhe, edhe nivel qendror dhe nivel të komunave. Rrugova ka qenë intelektual, do thotë, i krahasim me Putin, jashtëzakonshëm, do thotë që është i pakrahasueshëm. Ta zonë, po t'i lexosh veprat e tij, unë edhe kam shkruar për te në një botim që tash u botu nga Fondacioni Ibrahim Rrugova, njëse, do thotë, për përfaqësimin politik të konceptit e tij të vepra e refuzimit estetik, fillimisht si shkrim, e pastaj edhe si libër, është doktrina e abatit Sies, doktrinarëve liberal, racional, do të revolucionit francez, ajo që ma vonë është qytë grupi Kopetit, do të kanë qenë dhe rrugtimi ti, specializimi ti ta zonë Francë, që është manifestu në çdo vepër ti pastaj letrare, e kanë bo atë dhe një grupë shumë të vogël në Prishtinë, që dallohet, do thotë, për gjithë atyre që kanë kultivuar shot tash i mundon me u krahasu, do thotë, me ai strukturalizmin francez, letërsinë formale, poststrukturalizmin dhe atë që më vonë do të thotë si postmodernizmi ka pas, do thotë, për atë kohë ka qenë deviante, por i ka pas, do thotë, krejt rutinë. Sot ne i marrim si të mirë qenë ato, po për kohën vitit të 80-ta kanë qenë herezi, dhe ajo është reflektu pastaj, ajo ka reflektuar në lëvizje si udhëhes, ka qenë jashtëzakonisht tolerant, do thotë, ndaj mendimeve të kundërta, përveç ato që ai i kanë konsideruar që ka qenë e majta, islami politik, do thotë që ka qenë shprehimisht ai, do thotë, këto dy gjona e di që komunizmi dhe islamizmi, do thonë, si thosh, i ka konsideruar si dhe me plot drejt, do thonë, sepse ka qenë dhe i ka dhënë vull orientimit properendimor të Kosovës, që ka qenë dhe është jetike, ekzistenciale për Kosovën, sa i përket legitimitetit politik, po ashtu nuk mund të krahasohet me qenë se Rrugova në atë kohë e dinte se dhe vidheshin votat atëherë, edhe shprehmisht e ka thonë disa herë dhe janë incizime dhe ato, që është mirë edhe tjerëve, pluralizmi gjithmonë, edhe atëherë kur ka qenë vërtet fiktiv, sistem paralel, do të ka qenë disa parti që
i ka kultivu, do të thotë dhe ka qenë i vetëdijshëm për mendjen totalitare dhe mendjen që mund të ketë ngjyrime komuniste ose të islamit politik. Këto janë që bëjnë, pastaj niveli intelektual, po e përsëris i Rugovës nuk mund të krahasohet me asnjë që janë sot në skenën politike, sepse ai është jo vetëm i tij, por unë kam pas rast të thos po flas orën politike me zotin Bujar Bukoshi, i cili politikën i shkreti dies pas nuk e ka pas, do të ka qenë naiv, kemi me mashtru let e politika gjithmonë do një dinakri, ka pas kulturë gjanë letërsi, inxhinier, sociologji, në psikologji, të tillë kanë qenë gjithë ata që i kanë pri asaj lëvizje në vitet 90, do thotë, ndërkohë që Kurti shqetësar që ka formim të kufizuar, do thotë, në shkencat shoqërore, shumë të kufizuar, dhe edhe ajo diskurs që edhe ajo dije që mund të shihet nga njerë në aspektin në përgjithsisht po e marrë në humanitete, është ma shumë pjesë që janë, do të thonë, shpesh e them, dije wikipedike, nuk është sistemike, është dije që bëhet ma shumë për me impresionu tjerë se sa që është dije e thellë. Po thos aty edhe se kam dëgju duke folë edhe për histori të artit dhe histori të rilindjes dhe kështu me radhë, do të thotë që janë shqetësar që është dije shumë e cektë. Prof, do të thonë, kiet parasysh figura e Bob Dolit, ka qenë edhe kandidat për president vitin 96 në raport me Clintonin. Ju e keni pas një kolumnë së fundmi ku Bob Dolin, senatorin ose kandidatin për president, e quani Angeli Gabriel i Kosovës. Pra, pse keni vendosur me emru kështu edhe cili është roli i tij? Ja pse, do thotë kam quajtur Angeli Gabriel për faktin se vizita e tij përçoi një mesazh dhe tonët e morrin një mesazh. Ai përçoi një mesazh për Serbinë dhe popullin e Kosovës, por edhe një mesazh e mur leadershipi i Kosovës shumë serioz asaj kohe. Ju e keni pa nëse hyni në internet janë incizimet, ai thot a pajtoheni thot me këto që i dorëzoi Rugova në dies pas, do thot dy dies pas që se kanë vdekur. Ai ka namën të krejt intelektualëve, të forcave politike, shoqërore, intelektuale të Kosovës, e parashtroi qëndrimin e atëherë ishte Jugosllavia akoma pa u prish. Dhe ai e dha një pozicion dhe i thoshte gjithëve, që përputhej me atë që i thot si quaj ai komunisti që ishte guverner i Kosovës, Trajković. Trajković ishte shef, kishte qitë Miloševići, me prit dhe i tha demokracia do të vjen Kosovë, deshet jo se s'deshet. Ai thoshte me cinizëm edhe ne jemi për demokraci, si kem dëgjuar ne ato dhe për sundim të ligjit, do të thotë knej dhuna ishte në maksimum. Dhe ai mesazhi ishte ky, që Kosova duhet të artikuloj që përputhet edhe me memoare që ma voni kam bëtu për shembull Warren Zimmerman ose për shembull James Pardew ose Holbrooke ose Madeleine Albright, gjithë këta. Përputhej Diogardi. Diogardi live po flas, për Diogardit s'kam lexuar kur gjë. Dhe ajo ishte kjo, që Kosova, sepse unë kam qenë në Ministri të Jashtme, me njerë kam dalë në fillim të natës dytës me punu për në ekzil, dhe kam qenë i ankorum në Ministrinë e Jashtme të Kosovës. Të Shqipërisë, më falë, të Republikës së Shqipërisë, kam qenë diplomat i rregullt me letra. Dhe deri në Dayton ka qenë gjaja ma tabu konflikti armatosur, sepse e përputhej me orientimin amerikan që në Kosovar duhet të artikulojnë kërkesat e tyre në mënyrë paqësore, dhe tash, unë e citova në shkrim Shajnović e thot, në Dayton na than Amerikanë me Kosovë që dërme po tha Milošević, ajo punë e jam jashtë. Okej, tha nuk e qunë ma ndej. Pse? Për shkak se do në thot ishte ideja që derit njëherët të kryhet pjesa veriore. Dhe me këte lidhej edhe kërcënimi i George Bushit, që para neve atëherë ku do më intervenu. Por tash që në deklasifikush je qarë që Milošević e ka ditë sakt që po futej në jug të asoj që që e Jugoslavi, do të kishte një reagim tjetër, do të invalon dhe Greqinë, Turqinë, Shqipërinë pas e pas, mbi bazën e saj. Dhe
shpërndarja e konfliktit do kishte natyrë tjetër, nuk do ishte konflikt ndërkombëtar me përmasat konfliktit civil paralel, siç ka qenë në veri të Jugosllavisë, dhe ishte një shpërbërje kontrollor. Fundi mram këte e dëshmon edhe Veljko Kadijević tregon kur ka shkuar tash ka botu memoare, ai ka qenë shef shtabin atko i ushtrisë jugoslave. Kur ka shkuar në Rusi, i kanë thonë armë ka lyp. Edhe ata rusë kanë thonë Jelcini, ata s'ka, ata në mener kanë lemru Amerikan. Në thot, dhe ka kuptu që ideja ka qenë gjithë atë armatim që e kanë pasur në dorë, në graduale me të gëzu atë energji negativës, do në thot, në graduale duke zjetë copa pjesë. Do në thot, kjo, në këtë kuptim, Rugova ka qenë njëri që ka kuptu ma mirë se gjdo kush, sepse kanë qenë dëshmitar e asaj kohë, dhe kjo tregon që do në thot Rugova është, nuk mund të krahasohet në asnjë mënyrë niveli ti intelektual. Dhe doli e soli atë që e thash edhe në shkrim. Do në thot tregoj që Rugova është interlokutori jonë të ashetutje, bashkë me juve të gjithve, dhe bonu bashkë në disë në këtë rrugë. Prandaj pyeste a jeni për këtë që e dërzoj se Zoti Rugova, do thot, ajo e krijoi, do thot, e stabilizoi si tush mitin për Rugovën një udhëhes pro-amerikan, pro-perëndimor, që ka mbështetjen e parazerë të Amerikës për atë rrugë që kishte zgjedhur edhe populli i Kosovës. Prof, ka ekzistuar një moment kritik në historinë e Kosovës. Por nuk ka qenë që të plotsoj, nuk ka qenë që ne kemi qenë pa armatosur ideja. Nuk ka qenë, siç është thonë atëherë dhe mendohet. Ka qenë sepse projekti ose geopolitika amerikane në atë kohë ka qenë, do të thotë, siç e shpjegova më herët, dhe ka pas bëjnë me veriun e Jugosllavisë në mënyrë që konflikti të jetë civil mbi të gjitha. Ka ekzistuar një moment kritik për historinë e Kosovës në Rambuje, kur drejtori politik Juçëkyos Hashim Thaçi largohet prej Rambujes shaj proteste, në mënyrë që cila ka qenë arsyeja e kësaj proteste. Pse është detyruar Madeleine Albright me bashkëpunu ngusht me Hashim Thaçi në mënyrë që me bind se do dojë me nënshu se është për të mirën e tij. Shikoni, që po ju them. Unë që me dalë aty, do thotë po i referon dy fakte. Mas luftës, kur kam qenë drejtor i zyrës për marrëdhënie me jashtë, unë me kërkesë të partnerëve tonë dhe të qeverisë së Bajram Recep kam shkuar në San Egidio, kam pas biseda me San Egidio, do thotë, për një dimenzion që San Egidio jo specialist dhe që e kishte bën ndaj shqiptarëve. Tani kishin ndryshuar rolin, po të fjalë për 2005. San Egidio kur ka ardhur në mas pari në botën shqiptar, kur është ofru dikon 95-ën, ka ardhur në Ministrinë e Jashtme, unë kam punu, Alfred Sereçi ka qenë edhe kristian katolik edhe ministri i jashtëm, ka njoft disa gjuhë rrjedhshëm për shqipë dhe italisht, dhe kam qenë prezent kur ka ardhur, ka lutë atë me qenë Shqipëria ndërveçuese e ti, Sak Sereçi, ka thonë, i tha, me Rugovën merr në vesh, direkt shkoni atje, s'keni nevojë. Cila ka qenë ideja shkollave? Dhe ajo lidhet edhe me dokumentin e Rambujes. Dokumenti i Rambujes nuk fliste për pavarësi, ishte autonomi e qartë. Ato dyja duhet më pa kontinuitet me politikën e Bob Dole që e kena ndëgju për herë parë, siç e shpjegova, e deri te hapja shkollave, sepse ideja ka qenë që me ushter, ajo ka qenë pajtim me politikën ruse, që në koordinu, si që thotë edhe Albright, si shpjegon edhe Holbrooke, që me u bind që Milošević është barë edhe për Rusë. Ka shë, asnjë sa nuk pranon kur vjen pyetje. Edhe Clintoni thotë në një për shqiptarë. Edhe Clintoni, se ma kujtova, edhe Clintoni me marrë, do thotë, njëjtën gjë, se këto përputhen 100%. Dhe aty autonomia nuk ishte një formulim që nuk ishte pavarësia, formulimi për shpreha including për shi dhe vullnetin, tash detajet e dispozitës nuk kujtohen, për shi dhe vullnetin unë e di, për shembull erdhë zona Albright në dies post, unë kam qëllu, aty unë kam qenë këshilltar, nuk kam pas asnjë rreth politik, vetëm kam qyr, do thotë që thot populli seri, çka më kanë pyet, çfarë më kanë pyetur, nuk kam ndërhyr. Dhe për këtë pjesë mendoj unë kam lexuar memoarët e gjithëve për Rambujen, të qosës e gjithëve.
Dhe mas reali është titari i Blerim Shalës, do të thotë, mas neutrali është për qëllimin, mëse këto, mas 50 vjetë, 100 vjetë, dikush i vlerëson edhe në dritën e tjerave, kush tjetër që ka thonë, ose që ka japin dokumentet sekrete. Dhe ata më pyetën mu, që ka thu për shembull për çështjet që po thot Madeleine Albright, tha, pavarësia, me një fjalë, në nënshkruane, kryne sepse A parashije intervenimi i NATO-s? Dhe ajo së diskutoj, ka qenë ditur e punë. Dhe hyrja e NATO-s parashije, jo intervenimi. Hyrja trupave të NATO-s dhe ishte një fazë tranzitore. Por ishte një modalitet tjetër i sigurisë. Dhe, më falë, veç edhe një pyetje, a përfshihej edhe pavarësia tërthorasi si premtim? Jo. Dhe ajo e thoshte me nën kuptim, me gojë. Edhe unë i thash, shikoni, atë që e kam thonë edhe për këtu, kur disa kanë mohu obligime ndërkombëtare të Kosovës. Kam thonë, ministri jashtëm i një shteti, kur flet me gojë, ajo e detyron shtetin. Atë dush me marrë, do të thotë, popujt pa shtet ose që s'kan një traditë minimale shtetërore, si nuk e kishim ne, do të thotë nuk e kupton këtë. Dhe unë i thash, duni me besu në diçka. Po a thotë shefi sekretari i shtetit amerikan. Dhe kjo është e obligon, binduni që është kjo punë serioze, do thonë. Unë nuk po i tham as shkrunas, por se është punë e imja. Numri 3. Ju e dini, por ju duni me kuptu që ky premtim është serioz, do thotë. Dhe ajo koha dëshmon që doli ashtu, edhe pse unë atëherë kam pas frikë. Pse kisha frikë? Sepse shifsha Bosnën, kam qenë dëshmitar, kam punu me diplomat Bosnës në Gjenevë, disa vite i kam pa dhe në thotë që është me luftu në front edhe me bo diplomaci në tytën e pushkës, është problem. Edhe gjithë friksoshim që mos po më ngelim lëqë që thotë popli. Zoti tha që iku për shkak se ajë nuk ishte vetvetja. Do thotë ishte e thjeshtë e punë. Komandant tash edhe në dëshmi në Hagë ishin ata që kanë qenë aktor, por realisht ashtu ka qenë. Se unë kam po, do të nuk skudzonte për shkak se kishte prej zotit Demaçi Diaspas të tjerëve që nuk do të pranohet kur gjë jashtë pavarësisë. Dhe ajo është arsyeja pse ai ka shkuar tepër me gjetë një konsenzus. Dhe ajo ka qenë arsyeja pse në Parim është pranu deri në Paris për me bëni konsultim me komandante zonave. Po meq nuk nënshkryti pala serbe. Na nënshkruam edhe tregum bashkëpunëtor edhe në farforme punum në mirë besim me Amerikën. A do të thotë kjo që pas luftës me marrëveshjen e Kumanovës, me demilitarizimin e UÇK-s, marrëveshjen e radhës, domethënë opsioni i Rambujes nuk ish më opsion që Kosova me neve në Serbi. A ka aty momenti kur neve na u premtu pavarësia? Që një ditë mundeni me... Po, pas i diskutëm. Ajo e përmendi your dreams, ëndrat e juaja ju s'duni me i praktis. A ishte mesazh diplomatik, kështu diçka do të thotë. Në Rambuje. Sikur sot në Rambuje, po më duket po e shoh zonën. A mujna me interpretim? Zonën e Pas i diskutim, që unë këte kam thonë që unë e tregova, kur e thotë sekretari i shtetit, duni me kuptu. A në shkruan ajo punë e juvja, por unë interpretimi me atë ka qenë dhe sot, që ajo ka qenë premtim serioz. Dhe tash qartë, bëhet shikoni ta dini edhe një çështje që ngjason me situatën e sotme. Atëherë ka pas naiv që kanë besu që Amerika intervenon edhe ashtu kështu pa nënshkrim. Unë në memoarët e Albright qartë e thotë, ju kemë bo dhe na thonin, dhe e ka thonë edhe në memoare. Asnjë intervenim s'kishte mendohet ta dini pa nënshkruar nga pala. Asnjë. Intervenimi pastaj do thotë ka kriju një situatë tërësisht tjetër. Fakti që përmenet Rambujeja në rezolutën 2024 është edhe marrëveshja e Rambujës më marrë parasysh. Kështu thotë, edhe atë më shumë kontekstin e statusit politik Kosovës. Jo si strukturë në Rambujeja, si strukturë normative, operative në Kosovën e pas luftës. Jo, aja punë veç që të populli kishte pi ujë. Dhe ajo e Kumanovës ishte kapitullim, ajo është aneks. Ajo marrëveshje tekniko-ushtarake është aneks dhe vlen rezoluta edhe ne me deklaratën e pavarësisë kem pranu
që dimenzioni ushtarak i sigurisë Kosovës me qenë prej këforit si pas rezolutës do me 24, sepse po mos thush këte, atë dush me një kapitl shtot tjetër, edhe me ardhë Rusia këtu me forca pasërujse. A ka mundësi që nëse kesh përdoret termi ushtrim sovraniteti, që na e nim shumë shpesh së fundi prej qeverisë, vendet njohëse të Kosovës mujnë me na nxjerr para gjyqit për tallje me drejtën ndërkombëtare dhe detyrimet tona ndaj tjerëve? Shikoni, t'ju them një çështje, nuk është çështje vetëm me ushtrimit të sovranitetit, në mënyrën se si, do të thotë, për ne që jem profesionista asoj fushë, është dënim inteligjencë me thonë që sovranitet është me marrue një urë se me dërgu polici me vura ende liqë. Nëse e bojnë nuk e di, por më flasë strikt kuptimin e drejtës ndërkombëtare. Deklarata e pavarësisë së Kosovës është norma bazë, ajo që Carl Schmitt e ka qytë kushtetut, ose Hans Kelsen thot kushtetuta historikisht shiquar. Kështu ka e përdor, po për dy të flasim për fenomenin e njëjtë. Në pikën e fundit, mas i bën zotimit e Kosovës, thot Kosova ligjërisht obligohet që çdo pikë të kësaj strukture normative me zbatu. Dhe i ftojmë shtetet më na njoftë dhe më na mbështetet dhe më na mojt përgjegjës për këte. Ma herët, thot edhe për drejtën ndërkombëtare, sepse deklarata pavarësisë Kosova është zotu edhe për zbatim drejtës së përgjithshme dhe drejtës së posaçme ndërkombëtare, ashtu siç është konfirmuar më vonë në vendimin e GND-s për pavarësi. Deklarata pavarësisë ka marrë konfirmim me një vendim GND-s që është kolosale, historike, e pabesueshme për Kosovë, për gjeneratën tonë. Dhe tash, deklarata pavarësisë e së njashme, siç e ka shpjeguar GND-ja, në doktrinën juridike quhet burimi së drejtës. Do me thonë, çdo shtet që na ka njoftë, ka drejt me e nxjerr Kosovën para GND-s me themelu kompetencë, për shembull ju keni rastin e ngjajshëm që është deklarat për shtyp Greqia, Turqia, quhet rasti e Gjeut. Kanë bë llafe, kanë bënë për rastin e Gjeut, hala kanë probleme ata akoma, e kanë bënë një deklarat për shtyp. Greqia kur e ka qitë Turqia në çështën në GND, ka thonë Greqia jo, s'ke marrëveshje, se do të me marrëveshje me pas, se shteti nuk është pa marrëveshje. Ja, ka thonë. Edhe kjo është marrëveshje, edhe kjo konsiderohet marrëveshje dhe bazë juridike për me dalë në GND. Do thotë dhe e ka lidh jurisdiksionin. Deklarata e pavarësisë së Kosovës, këtë duhet ta di çdo kusht, është bazë juridike për qitë në gjyq dhe edhe në arbitrazh ndërkombëtar, sepse thot ligjërisht e obligueshme, unë për marrë GND se është permanente, por edhe në arbitrazh pa asnjë problem skeqare pa dalë. Dhe keqja diçka është, nuk e keqja që del. Problemi që ka ona jonë Mitrovic të qelsefer pun tjera, me ndodh një proces në GND ose në arbitrazh i drejtës publikes, por flas për arbitrazhe tregtare, komerciale këto, por që bazohet në deklaratën e pavarësisë. Ajo është bazë juridike absolute, pas një diskutim. Me ndodh, atëre hapen edhe temat të tjera, mund të hapen temat të tjera. Që janë të rrezikshme për çdo gjë. Nuk është mirë për Kosovën, fare. Dhe këtë, do thotë duhet çdo kush me pas parasysh. Po. Do thonë momenti kur Kosova u bë shtet është në deklarata e pavarësisë jo kushtetuta. Po, pas një diskutim. Po. Shteti i Kosovës nuk është kriju me 15 prill 2008, por është kriju me 17 shkurt, si që thëtë Martin Varkrevet. Natën e 17 shkurtit, thëtë. Agimin e parë, minutën e parë të datës 17 shkurt, thëtë. është kriju, thëtë. Pavarësia shteti i Kosovës. Prof, a është normale për një shtet të ri si na, mon që kena flamurin e ri, që s'është pa ma herët në publik para 17 shkurtit, pra prej njerëzve mesatar, mos me marrë mbështetje masive, përkundër që e kena planu masivisht, e dihet, po mbështetje s'ka sepse kemi ofendim të... Ata që e njohin heraldikën, e din sakt që ka plot shtete të reja, ta zonë Irakut ja ka bo një
punëtore shërbimit informativ britanez për Royanin, ja ka bo flamurin që ka sot Iraku. Njëjtë është edhe për disa vende tjera. Neve, për me arë të na, ata që kanë lexu memoarët e Tafit Boletinit, edhe të SRMB Vlorës, në një moment thot Agji Is, se kështu i ka thonë Tafili, thot e thiri Ismail Qemali, tha hajde, të lutëm një mëmë flamurin se po ardzojnë, po lypin flamurin, qarë këtë flamur me njësor, po lypin flamurin e babës mret. Ne sot e marrim një të gjona i të regon për qështën e flamurit e qërem Bej Vlora. Ai flamur që sot, që ka vdek generata për te, flamuri kombëtar nacional, ka qenë projekti i ngritis së ti, ka qenë tërsisht elitik. Po të ishin pyet shqiptarët asaj kohe në votë lirë, kur s'ke shfituar ai flamur. Bazuar në shkrimet që po e them, këta dy ki Daglani, ki plot që kanë shku gjitha ata që kanë shpallë pavarësinë, shumica prej tyre kanë lënë libra, për shkritis Ismail Qemalin me autorizim, që i ka që këtu pak njerëz, do thotë i kanë lexuar, flasin, mendojnë, do thotë kanë versionin komunist të idealizimit të deklaruesit të pavarësisë. Se trajektoria të jetësore shumë interesante. Lëvizjet lëvizja Haxhi Qamilit ose Sat Pashës, ne e marrëm sot si një lëvizje 2-3 budallëve, 2-3, nuk ka qenë ashtu. Ka qenë lëvizje e Shqipërisë mesme, ose projekti i Ismail Qemalit për Shqipërinë, projekti i parë, ka qenë me kantonizu. Dhe në çka është bazu kantonizimi? Është bazu në gjendjen reale, mendore të popullsisë asaj kur Shqipëria ka qenë islamisht radikale, do thotë. Dhe projekti i pavarësisë ka qenë atëherë Austro-Hungaria, ka qenë siç ka qenë Amerika për neve në Kosovë, siç ka qenë Rusia për Serbinë dhe për vendet ortodokse këtu, Britania për Greqinë e shekullit 18, vite 30, 1830, kur është njoft, është njoft 24 ka nisë revolucioni, ose Ataturku, do thotë, qëndrimi, e ka marrë këgja si me zor, po me gjithat e prapë vendet perëndimore për shkak të rrezikut sovjetik kanë mbështet, se përdyshe kur se këshin mbështet dhe kështu me pa përjashtim, do thotë. Dhe ky fakt, do thotë, tregon që kjo gjenerat identiteti kushtetues që përfshin edhe flamurin, edhe simbolet shtetërore, nuk flan, nuk mund të flan deri duan disa gjenerata deri të krijohet identitet, do thotë të stabilizohet identiteti kushtetues. Kështu ka dorë fundi mram edhe me Austrinë dhe Gjermaninë. Kur është kriju Austria në kushtetut 1920, është qytë Austria Gjermane. Soti ata etnikisht janë Gjerman, por sot i më thonë atyre Gjerman të nxjerrin sytë. Prof, e kam veç edhe një pyetje të fundit, një minutë, lidhur me kushtetutën e Gjermanisë, pra është dikun specifikisht mrena kushtetutës ku flet për të drejtat e individëve në raport me shtetin. Pra kur individi për shkak të tiranisë ose veprimeve tjera të shtetit në raport me individin, arsyetohet revolta. Shikoni, kushtetuta Vajmarit, ta dini, është model i kretë kushtetuta, shumicës kustetutave të lindjes, përfshirë të Kosovës. Edhe e pa thënë, por Vajmari ka qenë kushtetuta parë liberale që ka sankcionuar një kapitull për drejtat njerëzit, drejtat e gjermanëve që ka qenë kështu më radh. Shumë çka. Ai ka qenë kushtetutë shumë liberale. Mbi bazën e asoj kushtetutë Hitleri ka ardhur pushtet dhe ka shkatërruar. Gjermanët kanë një dispozit drejtën për rezistencë, kanë drejt kushtetuese. Dhe ajo është bë me qëllim që mos me lënë me përsërit. Frika ka qenë atë, sepse ka qenë një prej duket për këtyre generalë amerikanë, thotë kanë përpjës kush ka qenë nazist, po thonë kretë jo atër, kështu diçka si në hajgare, thotë, kretë këshim vdek, thotë. Ka qenë shumë indoktrinimi, ka qenë jashtëzakonshëm, prandaj është bë denazifikim. Normal shkracohet kohën mbi Gjerman, që ka qenë dhe është ABC-ja e gjeopolitikës
prej unifikimit 1870 deri këtë moment që po flasim. Gjithçka lidhet me rolin dhe pozitën e Gjermanisë. Dhe mendoj që një dispozit tillë ndoshta s'ke qenë kesh pezon me bo edhe të na. Sepse ka shumë mundësi, sistemi kushtetues do thotë lejon mundësi edhe pse tash jem në një monitorim tjetër dhe ka kontroll dhe balans ka megjithatë që dukshëm e kufizon. Por sistemi kushtetues demokratik mund vetë çdo herë në rrezik nga politikat që do thotë nuk din për kushtetues dhe ligj që sot cilësohen si populiste. Qoftë proveniences majt ose të djathtë. Këto djathtat, populizmat e djathtë, po shihet qartë që janë tregu ma receptiv ndaj sistemit kushtetues, ma tolerant, kanë mbledh në një moment caktuar. Prof, faleminderit shumë.